Kush e ka marrë vesh ndonjëherë nga Këneta që prodhimi i përgjithshëm kombëtar i Shqipërisë në 3 mandatet tona është rrit 2 herë gjys. Ka qenë më pak se 10 miliardë euro, pra gjithë vlera e grumbulluar në vend nga puna, nga investimet e huaja gjitha, ka qenë 9.6 miliardë euro, më pak se 10, është mbi 25 miliardë. Dhe projekcioni për 2030 është 35 miliardë. Tani, cili është shpjegimi im që pse populli, pavarësisht se çfarë thon këta, na mbështet ne më shumë, sepse gjithë kjo vlerë nuk është në cloud të Google-it. Është në realitetin e Shqipërisë, është në punët e shqiptarëve, është në xhepat e popullit, është në arkën e kompanive, është në gjithë lëvizjen e madhe të ekonomisë, të konsumit e kështu me radhë, se ndryshe, pse do na vinin njerëzit nga mbrapa do thoshin po t'i japim prapë këtyre, nëse do t'ishte e kundërta, nëse ne do e kishim gjetë Shqipërinë këtu, e do kishim çu këtu, patjetër që populli do thoshte këtu gjërat janë skandale dhe duhet ndryshim. Por populli e di që këtu duhet ndryshim dhe çdo ndryshim e sjellim ne. Ndërkohë që çdo ndryshim për keq është kur ti e le gjithë të punë edhe shkon hudhesh në Kënet. Isha te Ishulli i Lezhës tani. Edhe vajta vizitova atë shtëpinë e vjetër. Kam qenë para ca vitesh, ajo ishte komplet e rënuar, ishte bërë një vend shumë i bukur, ai zotnia aty kishte investuar etj. Edhe aty kishte nevojë akoma. Por ama si të thosha unë që ai nuk e kishte transformuar nga ç'a ishte. Patjetër që aty duhet akoma. Dhe pranë zotnia ka nevojë për mbështetje akoma. Kjo është shumë e thjeshtë. S'mund të thush që shikota që se me që këtu janë dhe ca gjëra që s'janë bo, ti zotni do ta lesh këtë punë dhe do vinë ata që deshin me djeg. S'funksionon. Dhe në këtë aspekt, unë mendoj që pikërisht prandaj Këneta mediatike nuk ka impakt me njerëzit, natyrisht që helmon një pjesë, natyrisht që ka i pjesë që janë ajo pjesë që unë them kur njeriu i ka syt top, edhe kur nuk do me pa është më i verbër se sa dikush që nuk i ka syt nga natyra ose nga Zoti, sepse ai përpiqet me pa dhe shef shumë më tepër nga njëherë dhe se sa ne që i kemi syt në vend, kurse kush i ka syt s'do me pa, ai është qorr absolut, mos u merr me të. Kush është me veshët top, edhe këngën e Bufit e nigjon në çdo notë, kurse nuk do të dëgjoj faktet, harroj, ai është më shurdh se çdo lloj shurdhi.